Unë jam avokati Fabio Lo Serbo dhe në këtë episod të ri të podcastit e drejta e emigracionit analizojmë një vendim me rëndësi të veçantë në lidhje me konvertimin e ligjes së qëndrimit nga puna sezonale në punë të varur të dhënë nga Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, seksioni i parë i publikuar me 22 dhjetor 2025 në çështjen me numër regjistri të përgjithshëm i 710 të vitit 2025, rastiburon nga refuzimi i nënkshërë nga zira e emigracionit pranë prefekturës së Modenës ndaj një punëtori sezonal i cili kishte paraqitur kërkesën për konvertim pas shkadimit të ligjes së qëndrimit. Administrata e kishte bazuar refuzimin në tre argumente që hasen shpesh në praktike: pretendimin për paraqitje të vonuar të kërkesës, mosplotësimin e kushtit të njëjën të ditëve pune dhe pavlefshmërinë e supozuar të vërejtjeve mbrojtëse të paraqitura gjatë procedurës administrative. Gjykata trajton fillimisht çështjen e parimit të kontradiktoritetit në procedurën administrative, duke sqaruar se ai nuk mund të konsiderohet një formalitet i thjeshtë. Në rastin konkret, administrata kishte injoruar një memorie të paraqitur në bazë të nënit disbes të ligjit norardosur në të vitit 1990, duke deklaruar gabimisht se kërkuesi nuk kishte paraqitur asnjë vërejtje. Sipas gjykatës, kjo mungesë ndikon drejt për drejt në likshmërinë e aktit administrativ, pasi pengon zhvillimin e një hetimi të plotë dhe një arsjetimi të përshtatshëm. Sa i përket kushtit të 39 ditëve pune, gjykata rikujton se në sektorin bujqësor, puna sezonale vlerësohet në bazë të ditëve reale të punës dhe mbi kontributet shoqërore të paguara efektivisht. Në rastin e shkirtuar, dokumentacioni tregonte se pragu minimalisht të çkaluar, por administrata nuk kishte krijuar asnjë verifikim konkret, duke u kufizuar në një refuzim thjesht deklarativ. Edhe në këtë aspekt, vendimi u konsiderua i paligjshëm. Çështja më delikate lidhet me vonësen në paraqitjen e kërkesës për konvertim. Gjykata riafirmon një parim tashmë të konsoliduar. Në një poemë të shtyp paragrafi 10 i tekstit unik të emigracionit nuk parashikon afate detyruese. Skadimi i lejes së qëndrimit sezonal nuk përben në vetvete një pengesë automatike për konvertimin. Kufiri i vetëm relevant është ai i arsyeshmërisë, i cili duhet vlerësuar rast pas rasti. Në situatën konkrete, pavarësisht një vonese të konsiderueshme, vazhdimësia e aktivitetit të punës së kërkuesit përjashtoi çdo qëllim shmanges apo abuziv. Per këtë arsye, ankimi u pranua dhe administrata u detyrua të rishkirtojë çështjen brenda një afati prej 60 ditësh. Ky vendim përcjell një mesazh të qartë: menaxhimi administrativ i emigracionit nuk mund të bazohet në automatizma, formalizma apo hetime sipërfaqësore, por duhet të mbështetet në faktet konkrete, në punën reale dhe në respektimin e garancive procedurale. Unë jam avokati Fabio Lo Serbo dhe ky ishte një episod i ri i podcastit e drejta e emigracionit.